Ti, apo dënë me fitu 100.000 euro, se di, apo dënë me fitu 100.000 euro? Se jo. Po mëra? Nuk ka pak, unë ju mësua dhe në fëtatë të nëzet, zakonisht kur kam këngëtar nuk mëj me... Pa e nis me kënu, nuk mëj me nis me foljas për 100.000 euro. Plus për klasi për një shifër shumë të madhe. Qa ke kushti bre falë që për të Me bo video në TikTok. Mua në s'pefitoj, shas kom TikTok hec. Bëhet të rend. A e bën një për Instagram. Më në shërë foto në Instagram. Vjetora për nakërën, pak një këngë që shjena që të letë shlirohemi pak se me u përmendit 100.000 euro, është pak zë. Po probleme se kam bendën nësët. Po ti s'pesh punë, zaj këngëtari zonë. Se tali në të rabu, Okej. Hajde këta ma një kamerë, hajde me më. Zakonisht unë kam qef, në në bujnë adhe surprizë. Unë ju mësum fëtë të nëzet me bu surpriza. Kështu që më bëj surpriza adhe këtu. Hajde. Qa me nove te? Tami më gjes, ti tami më gjes, zemra më dërgon të përshëndes. Ti tami më gjes, ti tami më gjes, dhe një dit më shumë s'dua të prejs. Dhe të nise me ta, në përbrigje me ta, të recim deri në perëndim, të afrohe me ta, dhe të bëhem ilja. A thua do t'i kem kaq guxim, kaq guxim. Hajnderit shumë, kështu që apëshe. Unë e bëj dhe surpriza, kështu Jo, perfekt, Kështu që fajnderit shumë që je me ne në këto minuta në vazhdim. Unë thash, po këndojmë realisht për shkak se ditëve të fundit, sidomos këtë 2026, atë tek këngëtarët ka qenë super fire. Një këngëtar ka dalë me EP, ka dalë me 5-6 këngë, dhe 14 këngë dhe ju më postu me natës. Ti si këngëtar, qysh për është e këtë trendin e ri që është ndodhë? Po, interesant, është diçka e re me thonë qatë aspekt që abdel që mi bashku dy këngë me Lisan. Menoj që për neve artistave shumë interesant se cili mojët me marrë për tjetërit edhe mojë mi bashku dy këngë edhe mi pas direkt, mos me pas nevoj me prejkë butonin e leq skip, po i ngën dyja për njerë. Se flutra ka njësë me marrë seriosisht me telefon të lyp, qysh mi bo 100.000 euro. Shumë. Erian, sa është mirë një këngëtar mi që 6 këngë, 14 këngë me në natës? Krejt varet prej këngëtarit. Pse e thëmë këtë gjë, shkaku që ki këngëtar që ja dëna audienca këngët, por nuk i përshtatet nështë ta kënga që e ka qitë. Për që ta mendoj që është edhe i pia njëna prej arsyeve që këngëtar tash e kanë bo dhe si test. Se është e pamundur që krejt këngëtarët më që për një herë dhe me bo i pi, kështu që ma merë menja që është një test. Pse them test? Se i qetë disa këngë edhe i bën në stilet ndryshme, në zhanret ndryshme, e krejt qëllimi i kësajnë është me pa cilën po e pëlqen më shumë audienca. Që ato që e pëlqen më shumë audienca. A sështë edhe frikë që për shembull po e marrë që edhe fluturën për shembull, sa ta aktrimi, do më thonë edhe flutura bashkë me Simonin postojnë video bashkë edhe me Adnanin, që e përshëndesim Adnanin. Po që për shembull video në kanalet në YouTube. Pa nuk e mbyt videon kur të postohen 15 këngë për ma shembull ose 13 humore për skeç humoristike për menjëherë, a nuk mbytet njëna me tjetrën? Nëse flasim për aktrin Granit, nëse ti pauzon e mbyt. Nëse nuk pauzon, faktikisht je okej. Algoritmi që shënzinët është mës me pauzu. Nëse ti ki potencial dhe bon mrena natës, mrena natës, jo. Për nxjerën 15 këngë, 15 këngë, 14 prej këngëtarit. Po, ajo për mu nuk ka kuptim, sinqerisht e kam. Nuk isha mri në shtatë mrena natës 15, mi angu realisht. Një e dyta, une qka, po dalë pak jashtë temës, qka unë jam të vrejt e këngëtarët është, për shambull, në përgjësi, pe marë shambull, tash nuk pe marë konkretisht dy tonin, une nuk e di dy tonin, mdo këtë që adin është vish një zhondrë, vish tekstet i ndronë, në përgjësi që shto, që kjo mu pëmpengon të këngëtarët, që vish janë me një vi muzikore, po vish pi vrej, për shambull, butrintin në rastin konkret, se prap dy toni din me ndru në gjyrat bukur mirë, edhe adhuroj shumë, e mora vesti shambull, për shambull, butrinti, një baljat kër e kum një befasu ma sa viteve karierës, është me një farvija atë do këtë që i knojnë si një vish tekstet i ndronë. Realisht, komplet showbizi është bo fast food. Po,
vjetora është edhe te kështu, a është Tash ndodhur? masi e kanë kongën e një tekstet pja u për ne oje, po besoj që qëtu po kombinohen, edhe 15 kongë për një natë i bëj edhe one. Apo kuptajnë? Menaj, po të po, më menaj që është ideja që se cilë e ka të farë stilin e vetë, apo kuptan atë është normal që nëse një artist e ka gjetë qatë zhanrin e tina të vetë, normal që e ka me përdur që ato derisa ta përfundan. Që që menaj, se ideja e algoritmit që po thoni për 15 kongë është një album ose EP do të me dalë qashtu, do të me dalë krejt kongë bashkë, zakonisht shumica për shembull i qesin pak më herët një 2-3 kongë me spote, tani bojnë me visualizers ose sene që janë të i bo. Realisht ka ndodhur që ditëve të fundit ne kemi pa krejt me videoklipe. Po, tash janë të i bo krejt, po. La Diva, El Divo, E lëndrimit, po. E lëndrimit në këtë rast, do më thonë një AP eksperimentale, me qenë se ma shumë është diskutu veshja e lëndrimit se sa kështë e lëndrimit në këtë rast. Po. Do më thonë, a do të gjithë qysh një këngëtar me bo një diçka që me u bo viral, me ka pak komende, po s'ka rëndësia, po bën vlera, po antivlerë, veç që s'kongë ta kapi algoritmin e YouTube-ës. Po të pajon varë tani si artist që të dosh me kallëzua, të dosh me bu art, apo ai të dosh ta bëdin me kap trendin. Është edhe ajo zgjidhja, bëdin se më nësh me shku tani më bua se artisti, a është vështirë tani, se s'ki qare pa ndru tani non-stop. Tani nuk më nësh me ditas vetë, as kush je ma, bëdin që jeni trend center edhe qaq. Unë menoj që një botë artistike, kur thati kështu, a menon me mu shfaq veç me stila, me pjesë artistika, apo do me konë ma commercial, krejt këta që kanë mundu me jap art mirë fillt, janë të zhgënjy, ishto. Është e vërtet, po. Edhe gjithsesi kanë ju kthy komerciales. Tani ekziston ajo bota kur ti mësosh me qenë shumë artist edhe shumë profesional, nuk din mu komercializu. Kompleksohesh pi vetit, kompleksohesh pi punës që e ban, desa t'ja merr zhdorën, po gjatë që tu janë tu mos mujt me boqit balancin, se knena munohen me gjithë trendin, s'kan qare, ka arqa si kohë, knena pak kritik ndaj projektit, se du të me qenë pak artistik, sa do që commercial mund është me qenë, prap dush me qenë pak një me pas një fije artistike mrena, tani a i zori i stylingut, zori i trendit që pëthu të 10 për me një herë, ndodh as nuk dvrejet konga që e ke qitë një YouTube, se është dikush ma i forët se ti që i ka dalë me 15 kongë, apo kuptan, presion psikologjik i vazhdueshëm i një artisti që unë mendoj që nuk mundet me qenë i mirëfillt, për çfarë si jena ato kon të mirëfillt, edhe të rahatum shumë me veten, edhe me ato çka po bojmë, edhe na vetë s'po dojna çka po bojmë, edhe çta këngëtar ta siguroj që komplet çita çka janë të bën nuk janë të dash, nuk është mbrencia aty në shumica. Shyshen me klikime janë këto kongë të këtyre këngëtarëve që po dalin? Unë nuk isha vlerësu ma në klikime. Do me thonë, jetojmë në një kohë ku klikimet ma nuk janë ma se mati, se krejt e dim që është e pa mundur mrena natës, ty me të shtu 300.000 klikime. It's impossible, ti sa dush, do me thonë milion të natën. Se mësë me mujtë më shtu 300.000 klikime për shambull, por 300.000 njerës mundën me nejtë të prit. Për 24 orë, une, të foli me shumë përgjithsi, për 24 orë i kom pas 420 diçka mi klikime, që të betona një zot, që qëto live, që flutra as mirë dhe vesh që shblerë, mujnë me ndodhë klikime dhe po të flasë për një video 40 minutësha. Ok, këtu jemi super. Tash po kalujmë të realiteti që e kemi në vendin tonë. Tash është disi e pa mundur nëse një këngë të postot në 2 natës. Unë me folë edhe me që shë e këngë. Unë e kom postu në 8. Okej, unë e postu në 8. Jënë të shpia. Lutrën e du qdo javë në bëmban, u bëndas. Unë e graniti jemi qdo javë në bëmban, shikues të nderuar. Kënga po postohet natën. Po postohet në ora 2 natës, në ora 4 natës po dalin shikimet rrëta. Tash kushdo që merr vesh për YouTube-it e din që kanë shku gradualisht. Tash vetëm një sekond. 300.000 njerëz nuk është kur gjë. 300.000 njerëz na nuk bojnë kur gjë. Tan ditën rrina për nas nuk punojnë dhe presim kush po çet kanë. Okej, çata 300.000 njerëz, okej. E këta që po i marrin 2 milion në natës? Ku? Për shembull, për shembull, printe mi nuk flenë kur presin kush po çet kanë. Jam i kliku. Të mos në 2 natës e kanë dhënë alarmin u çu apo çet kanë na jo. Okej. Apo kupton. Në rregull se po e kthejmë pak edhe në kështu në funny moments. Djetor, ti e vetë këngëtar, i edhe fitues i festivalit këngës të edicionit të parë që urojmë që shumë shpejt edhe Kosova të bëhet pjesë e Eurovisionit. Një këngë e tillë me vlera një festivalit. A vezën Kosova apo do është gjithçysh me një komercial? Jo, unë vetë kom provu dhe jam një prej shembullove konkret. Po të më ftoftë në zetë, më ke thonë unë si në komercial. Po të... Fal.
Fal. Pa ta me një nara 10 orë. 10 orë janë. O 10 orë kime hi... Qështu? Me që kena lisa, lej me hi. Do të me fol fjallë të mdoja, shumë. Hajtë si ti hekin që ato intervjista më stani. Amo jo, definitivisht nuk e besoj që mund është me pas ma shumë sukses me një kong artistike se sa me një kong komerciale. Prap këthejemi të trendi, qka është trendi, ka me vazhdu me bo qatë cena, ka më konë ma interesant. Unë vetë kom provu qatë cena, kom po që nuk ka kur gjë, dhe ja kom nis me it's pak, nej. Më këty ka komerciale. Okej, tash të ndalim tek pyetja që e nisa prej fillimit tash 100.000 euro. Del Butrin Timeri, lansëm komplet albumin plot me 14 këngë, që ishte një investim maramens me qenë se secili videoklip ishte më i bukur se tjetri, por këtë komplimentoj nga ana vizuale, edhe kishte do këngë të mira kështu. Po një që vajtoj kem ka ardhë interesant shumë. Po, të duar disë. Kure kom një Butrin të ishte në. Që dita. Ndërsa, del videoja... Po, televizion s'kallzoni. Del videoja thët kush po dën mi fitu 100.000 euro. Pse? Marketing. 2 vjet, nëse nuk gaboj, një kohë bagit gjatë ka qenë në pauzë sipër. Duhet pak benzin për m'ja vendos flakën edhe më rikëthy, ta më ka qenë. Jo që Butrinti nuk është këngëtari mirë, nuk mundet më këthy vetë, po ideja marketingut ka qenë okej. Unë po menoj që ma shumë po donë me reklamu që ky fiton në koncerte, dhe me kikom ranët edhe 100.000 euro, me jam dikujna që e bo një video. Abeden, menja e presh, qa për të jone? Se di ma varet prej perspektivës. Unë jam të... Ajo është strategji e marketingit, po se po, edhe me kalzu një farë nomi, se valojnë, pjepit 100.000 euro, një tiktokerit, kush e bo një video, Abeden ti dush mu kështu ma e Nëse ishën do regula, me a bo follow Butrinti. Me a bo follow Butrinti. Me bo videon me këngë të Butrinti, me njërën për 14 këngëve të publikume, si dhe me postu, me bo tag, hashtag, këjta këto. Kënga që, ose video që merë më shumë ti likes, edhe bëdet më viral, del edhe i merë 100.000 euro për Butrintit. Bre, po shune një video një qikoj, këtë ke që të një loj ka muzë, a për që të shakit, jënë të vajtu për shumë që mja. Butrin qapi, pas ke marrë për të kalzoj strategji ma të mirë, nuk e di, nuk e di. Po, vërtet që është u shku një luft klikimesh në TikTok. Shumë, me pash një qik virale, cila është një tiktokere, Rita, e du shumë, Rita. Ajo qika më Rita për mfalë, për 100.000 euro zbuloj edhe bashkëshortin e saj. Për herë të parë nëzori video, nëzeri burën e vetë. Halali, 100.000 euro të mjeta. Sa ka shumë followers edhe shumë likes, dhe më thonë ka të miliona. Ajo qika është edhe shumë i mirë. 2.3 milion shkon videoja momentalisht minutët pak përse me hynë emision. Videoja e Ritës me bashkëshortin. Okej, tash, a ka bo për shkak të Ritës, a për shkak që ka zbulu bashkëshortin? Thojza për shkak se ka zbulu bashkëshortin, po ka nga Butrinit për mas, hashtagu i pari, regullat janë regull. Do me thonë Rita është të pri? Jo. është të pri një djalosh i ri, a jeton në diaspor, edhe videoja e ti, a i gjatë kohës që është duke punu, do me thonë është vreja duke punu në të nëzet, jashtë edhe thot ma si dul kjo oferta, i shola po dalim selamet, shola po dalim selamet, po e referona mesazh që ka shkru, i shola po dalim selamet, po e qeli firmën tem edhe me këto 100.000 euro po ja shohajrin. Tash kjo ka shku 3.5 milion. Do me thonë momentalisht në TikTok është 3.5 milion. A verifikohet ajo që janë blema ato klikime dhe ato like, asu në verifikon kërkosh? Këtu është komplet qaj mesi. Qohemi edhe hymë në një faqet. Kur të përfundojna, bëmbonin malëshën i kongë, të gjirej, edhe po e për e parë, po e bëj, do me thonë jo, po e zbuloj edhe të dashurën tem, edhe po i blema do klikime. A mu vekem, qëtë, po shkoj, qikona i fasada, na i plugj, dikun. Me qitë, po dalë, që shtu vish beqesa ato, po si jam pak 100.000 euro, se me 100.000 euro të e bli një banes, ose më nësh me banes edhe kërë dy atë bashka. Valojnë e kësha bli një kërë që po du me bli, që po të kalzedhëm kishin të pru. 100.000 euro? Jo, 100.000 euro, no ja, unë jam modeste ti më një një sama. Kështë mirëve që unë me më të pru edhe për Maldives. Po, qka ndodhe me video në Ritës? Që edhe unë e peskulloj Simonin për hirë të porë. Qëraj, videoja e Ritës nuk ke viraliteti i krejtë saj situate, i hupi
komplet emri i Butrintit kur erdhë çështja te Rita. Rita nuk përfundoi me çet videon që po e zbuloi bashkëshortin, por si pasaj në një gjendje të rëndume emocionale. Kja tu kaj, diçka ishte e duke thash. qarë edhe tha si asnjëherë më parë kërkoj që me hi me mbështet, shkaku që ka ndrru jetë para pak kohësh edhe baba i bashkëshortit të saj në këtë rast, por kjo video nuk e pati jetë gjatësin fort gjatë, ka qenë vetëm për 28 orë në faqen e saj, më pas doli edhe me një letër Do kërkim me thonë falje. falë vetëm një sekund. Ka dalë, ka jep lajmin që i ka vdek vjerri, Po, edhe është gjendje Edhe ka rëndume thonë, bën një emocionale. like, ka Kur s'kam video kërku për për me të mbështet, po, po kësaj unë herë. videon e kom pa në TikTok, ka kërku like. Po, ka kërku, mund t'ju lutem më mbështesni kur që kam kërku, kurse Nësë ju ka ndash. Po, da. kujt si duhen? Kujt si duhen? A më me ditë kuj nuk i duhen, veç të A ju dim? duhet krejt, vegem atë vynë 100 euro? Krejt me vëna vrim. Arife? Jo. Bravo! Bravo! Vegimi! Arife si vynë, është ta bashka Sta që qesëm hashtag Oke. i Vegimi! pari. Oke, fajnderit. Po, Kisha reagimi? dash mund dalë tek reagimi. Pas falenderimeve për mbështetje, është një letër kërkim falje që është e postume në akauntin e saj në Ti lexon TikTok. vetëm rreshtat e... Vetëm pjesën kryesore. Kërkoj falje nëse videoja ime është interpretuar gabimisht. Kjo sfidë për mua ka nisi vetëm një ide kreative, e sfida u prish në momentin kur të tjerët kanë fillu me hin live me kërkuar mbështetje. Kom mendu që ndoshta edhe unë duhet me bot njëjtën. E koha ka qenë e gabume, e kom pa edhe unë, nuk u dasht kur me përdor këtë situatë në atë mënyrë. Po në momentet rëndume, njeriu gabon let. Edhe unë gaboj. Kjo është pjesa kryesore. Po, realisht, kur ti është në stres edhe në emocione, njeri nga njerë për emocione edhe dhe gabon, sepse edhe ne, për shembull, për të risa jemi edhe në transmitim, Patjetër. jemi gjithmonë para kamera, Patjetër. në ditësim, njeri e keq emocionalisht, këtu sot reflekton ma mirë, nesër ma keq, që ftoft e nxet bëj tjetër sene, po bën tjetër sene, in and out tjetër sene, më thonë është që ti ndam në 3 pjesë, edhe si e mirë edhe delja dhe tre e gramita. bën një like, a plus 100.000 euro në pyetje. Përveç Nuk që jo janë pak 100.000 pak, euro në ndu se pyetje, përveç që janë 100.000 euro në pyetje, këta që po e nisin karierën përmes rrjeteve sociale, TikTokave dhe gjanave, këta nuk e kanë të mësume atë shkollën tamam profesionale granitësina që kemi punu me televizione. veç ata po cilëson ma VIP se ti që ke këj fakultet, nëse Ata po që ka marrin cilëson, mu veç së më intereson heq. A veden, veç është puna aty në unë, muj mu cilësu që tash Lady Diana, po jam flut ragashe. A po kuptojnë, tanushaj. Po, që ka cilësona, asë është problem. Po të flasë ritmin e punës që shë bojnë, ata bojnë ma me regula jo profesionale. Që aty telefonin bën salta, ose diçka, edhe është e natyrshme me marrë të tilla iniciativa pesha dhe në aspekt psikologjik, po du me diskutu pak qecanin. Qëta që po bojnë shumë videove për privatësinë e vetë për qesin shumë edhe po më pëshyrin për mes rrjeteve sociale, këta po më duket jo, po flasë 100% sigurt që kanë kriju edhe një varësi. Çdo moment tyne, të mund shumë jenë të dash për lajka me e qitë. Kjo Rita, në këtë rast, ka gabu, se nuk lypët lajka së më ka dek vjerre, po sinqeresht e kuptoj se më jap shumë energji pozitive që ajo qik. Nuk e di, është e vetmja, unë nuk kam rrjet social TikTok, po është e vetmja qik që unë janë shoh videot në Instagram që e pëlqej në total. Në dukje, në paraqitje, vallëzimet që i bën, produkte që i prezanton, ma jep një energji super pozitive kjo qika, edhe është shumë e pranueshme në qoftë se Rita në çato momente e lidha krejt që të situatës që këta influencera, sidomos që po mvaren prej rrjeteve sociale e kanë bërë dhe pak psikologjike, edhe çdo gjatë vetëm, për shembull unë po i shoh do influencera në Turqi, lajmëroj ke vrasje, e ke shit filterin. Dhe ke thirrën e policinë me filter, veç të mviken men, qysh i kish rënë men me shit filterin, edhe ke thirrë me policinë se ma më të ndikan. A jetë kuptu, ka kalu shumë psikologjike. Djetor, me qenë se jemi drejt minutave fundit, nëse ti në një pikë të karrierës tënde, e këshe përdor një strategji të Butrindit me i dhuru 100.000 euro për me arrit me dheza albume me një farforme, se kjo është qëllimi, sepse nëse ti si human, del je parët edhe nuk i nevoj me zbulu ose me dalë me thonë pëmë në një like edhe talë, po del je për ndërtë një shpi ose një hotel ose qka dush. E këshe bote një marketing t'il, kupton të shatë një pas parët. Po, një bojnë parët, se problem. Jo, po thëmë në atë aspektin. Në të lashtë e fitoj. Jo, definitivisht menaj pse jo, është marketing. Fundit është marketing edhe nëse unë menaj që për shembull që ka bo buj.
Pse jena të full për edhe pse të full, po, edhe pse jena të full për ritën, apet menoj që sa do qoftë klikimet sa ne shkojmë prapë te botrinti dhe menoj që ato pore I kthehen shumë më shpejt se sa që kam mënuar. Një video, të fitojnë anë që nis ka sa na bën mi da. Veç unë me bu me punën që atë video, ju veç do Ka 25. 25.000. Okej, se vegimi nuk dashë të më thonë për hek me kështu për na mesin ka 25.000, okej, gëtë. Ani bere që atë versu, 25.000 ato pas. Ju shtofshin butërinë. Okej, nejse, se e këthym pak sa edhe në shaka, për në fund të ditës, në vitin 2026, është marketingu që po bën gjithë shka, dhe nuk ka në fund të ditës marketing të keq. Çdo marketing, si u fëll mirë, si keq ti bosh viral, 3 ditë ndodh mrekullia kanë më marrë me ty, mas 3 ditë e harrohesh. Kjo është mirë që sa do pak këto 100.000 euro rëj që të fitoj dikush që e meriton, dikush që I ka klikimet dhe likes real, jo të blenë, me qenë se gjitha ndaj blenë dhe klikimet. Edhe ura që inshallah për një meja ja putriti, si ka pas ura. Ne jemi Se masi po fitohen çmimet e tilla. 6 videa, 7 I ka stash me butrinte, non-stop me ta, ka që edhe pjesë e spotit. Dhe kjo është një farë debati që është të shku në rrjetet sociale. Po thoni që ka mujt me u bovet për çështje marketingu edhe më të me... Absolutely, se kanë ditë që Rita me qëto ka mujt me dhejs bomb, edhe dhe cip. Edhe me thonë që Rita ka fitu tani mësë me ja butrita. Po, veç po mdoket që diçka jep, është 100.000 si nështë ajo, veç diçka për që ja ka bujt Okej, jemi në fund, ne do t'jemi seriosht këtu për të parë se kush po I merë 100.000 euro dhe qëfar po ndodh me to, sigurisht që ne përmes të Radio Televizioni 21 do t'ju informojmë si në rrjetet sociale dhe në emisionet tona. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Shumë e kemi moral që farë njoftime me bot 100.000 euro. Mu m'interesant. Kalzon edhe mu të bëj këtu. Po unë të informoj se ti s'kiti këta. Për ndryshe faleminderit shumë, le të fitoj më miri. Unë një falenderim për Barriera, një falenderim për gjithë shikues të Radio Televizionit 21. Ne jemi në fund, një referent shkurt këngës me gjithë djallën e të përmbyllëm në show. Okej. Nesja. Farsam, let me forget. Besam, kemi rapi shman, kuptam Të sunëm zapën san Klipi ofër po t'i tashim e ti tërkan Farsam, let me forget. Besam, kemi rapi shman, kuptam Sunëm zapën san Klipi ofër po t'i tashim e ti tërkan Faleminderit shumë. Mirupafshim, faleminderit.